Sot nuk është e hënë. Sot nuk është e hënë. Do luajmë sot në program, është një këngë e dalë javën e fundit ose 2 javët e fundit. Faleminderit që na mban të përditësuar me prurjet më të reja të kësaj muzike që besoj e dëgjon vetëm ti. Sepse unë jam në Europë Blerina tani. Fal. Dhe kam vendosur që deri në 2300 shumë larg ke vajtur. Kur dhe shqiptarë të tjerë të vinë Europës, unë ta mbush këto 200 e ca vjet, ti mbush me muzikë, domethënë të re që vjen nga Europa. Ke ndonjë lajm të mirë? Shumë, kam shumë lajme të mira. E para. Tash lajm i mirë. Ky është lajm i mirë për të gjithë lopët që kalojnë autostradën. Ka nisur monitorimi me kamera inteligjente në autostrada, gjoba aplikohet automatikisht. Dhe falet në zgjedhjet lopa nuk ka nevojë ti thot policit, po sigurisht ajo dihet. Atë kaloj pak. Po. Jo, nuk ka nevojë ti thot ti fusi lopa policit atë kovën e qumshtit poshtë, si më thën, poshtë mëngas ku ja fusin. Ore ku ja fusin atë 10.000 lekë policit ta që ja fusin. I futi 10.000 lekë, thotë, po si ku ja futi, po na mësoni edhe ne që s'dim. Në veshe? Po du ta bësh tub? Po. Je sigurt? Hol fare. Se po t'jetë policë me veshët me lesh edhe nuk penetron dot 50-çja. Nëse. Kështu pak të thotë një portal shumë i rëndësishëm lajmesh, që nuk dua t'ja përmend emrin. Pra gjoba do aplikohen automatikisht dhe me këtë rast, si më thën, do t'jetë kamera inteligjente dhe lopa. Pa policë mes. Tani lopa është pajisur me flatra. Po si gjithë. Rina, kjo është lop me Ferrari. E qartë. Kuptohemi qartë. Dhe që shkel me 200 në orë atë kufirin e maksimal të xhiros në autostradë. Po, ti kishe diçka më të bukur se kjo? Po, jo, një lajm vërtet të mirë. Po. Për një lajm që do mushet arka shtetit me gjoba nga budallënt dhe do jenë gjithë votuesit e arshëm mas 4 viteve, ata që s'do paguajnë, nuk të duket lajm i mirë kë? Nuk e di. Në fakt mund ta atashoj me një tjetër lajm të njëjtit nivel. Pra do mbushësh. Po, e hoqa këtë të mirin e vërtet. Po mendohet Kolo që të rikthehen policët vullnetar. Domethënë, termi aktual do të jetë polic vullnetar, por në të vërtetë do jetë paramilitar. Diçka kam gjyer nga epoka e xhaxhit e Enver, edhe nga komunizmi, se që më drithëroi diçka. Shumë e vërtetë. Por a mund shkoj pak më tej në epokë? Shkoj tek epoka Duçes? Duçja kështu e bëri Itali fashiste. Me këto paramilitarët, me këmisha të zeza. Më thuaj si do veshi? Mos valli vesh me këmisha të zeza. Nuk kemi mbritur akoma tek tenderi për uniformat, por ka disa kritere. Këmish lejlat. Ideja është që këta do jenë të certifikuar nga Akademia e Sigurisë, por kam përshtypjen që ne nuk do ta dim. Pra nuk do të jenë të veshur me ndonjë lloj uniforme. Si di, është i gjitha duke u përgatitur. Është një absurditet i përmasa, ose është një gjë vulgare si çdo vulgaritet që hidhet tu për konsum, ose është një plan i zi, po realisht i zi, për cilin duhet shqetësohemi. Unë vetëm për një gjë të mirë nuk mendoj sa herë dëgjoj risi nga kabineti. Po marr vulgaren. Çfarë ndodh? Nëse ti na qenë ke vullnetare e certifikuar pa uniform polici, unë jam vullnetar i certifikuar pa uniform polici, dhe në një moment caktuar unë mendoj që ti ke shkel ligjin, ti mendon që unë kam shkel ligjin. Do merren me ne të dy. Dhe i hym njëri tjetrit në karate, më thika me ku diun çfarë armësh do na japin me vete. A thua do na japin kput, mos do na detyrojnë veshë kput me majuc, që ti djuajmë shelm tjetrit. Dhe ja nguli majucin në. Jam shumë kurioze sepse besoj që ne nuk e kemi zhveshur kurrë atë dëshirën për të spionuar tjetrin pas krave. Blerina, pse nuk e thua troç që është një formë për të certifikuar trupat paramilitare të patronazhistëve. Bravo i qoftë. Ati që ka shpikur idenë. Pra është një lloj shpërblimi po. Sa minuta kemi DJ Ketos me lajm, të themi në lajm vërtet mirë, se po themi lajme që duket si të mira, po s'janë. Un kam një të shpejtë të shkurtër. Kozeta Garret është vajza nga Saranda që drejton tashmë sigurinë kibernetike globale të Microsoftit. Pra, krah Mira Muratit, ne i kemi dhënë Evropës dhe njerëzimit, Eva Muratin dhe Kozeta Garret. Kozeta pas ka ikur nga Saranda, diku nga mosha, pra për shkollën e lartë, ka kryer studimet
fillore dhe të mesme. Dhe nuk vendoset mos të themër në Saran. Shqipëri dhe ky ishte momenti kur jeta saj ndryshoi për mirë. Eksakt. O sa bukur. Pra gjitha këto Imagjino të kishte ngelur në breg të detit. Të gjitha këto që i veshëm si lajme të mira, pa qenë fare lajme të mira. Siç thot DJ Kedusi, që do e dëgjojmë fjalën, pak reklama mbas të cilave do t'ju japim një këngë greke. Po një këngë greke që në fakt është një këngë italiane.